ken korrekt e ken. Zoti Kurti tash e shpërson gjuhën për shkak se tash ka punon për elektorat. Tash ai po menon me shku në zgjedhje, tash fillon me gjuhën e vet. Të zakonshme që e ka kur fillojnë këto fushatat ose para fushatat. Edhe tash punon për elektoratin, tash fillon me këto deklarata, nxit reagime, bëhet temë, bëhet çështje. Mendoj që të kuptim edhe ka pas, edhe ka thonë, domethënë nuk e ka thonë veç hajtrasisht. Po tu pak edhe raciste. Për me bo pak reagime, për me bo pak... Marrë i koft. Kujna, po gjitha marrë dhe? Po, dhe qysh po ban kampanjë asjetet lokale edhe është kryeministër, ky s'është figurë politike, farë sakrilegji pas ka bo. Që po më thumë, Pjo drejtohet që se tha ati, po pa kampanjë dhe dyshyrë si diçka që s'bohet mentor, apo din që? Jo, jo, thash për që ata të e bohën, sa jo të e bohën. Po bim mirë, ata e po me dhe na që Gjithë s'ka bohet, po cilë është efekt edhe s'ka bohet. Mirë me dhe në analizën. Është mirë, është keq. Galimet e Musliu ka kthyer përgjigje ndaj zotit Kurti, zona pranver, nuk e di nëse e keni parë ju, po nëse ju nuk e keni parë, ne nxjerrim transmetim e shihni. Thot Albin Kurti ka humbur topi fare. Thot naracioni ofendues dhe përçarës do t'i kthehet bumerang. Nëse dikujt i përshtat më së miri termin nomad, atëherë ky person është vetë Albin Kurti, të cilin me Kosovën nuk e lidh as e kaluara, prejardhja e tij as e ardhmja, sepse ai fëmijën e vet nuk e rrit në Kosovë. Pra Albini është nomad i vërtet pa asnjë emocion për dheun e quajtur Republika e Kosovës. A s'është pak e ashpër zonja Musliu në raport me zotin Kurti, zonja Pranver? Po, kur përdor, do më thonë asi fjallsh edhe ju drejtohesh që janë nomad, atëherë natyrisht kushtrim se çdo herë kime pas reagimet ndryshme. Edhe pak a shumë nuk ja kanë gjitë diçka që nuk është e vërtet, se me të vërtet nuk i rrit fëmijën e vet këtu, edhe kur diçka ti thu që dush me dash venin tënd, duajet tëndën, e dim para disa viteve, kam pas një kampanjë shumë të madhe, atëherë mas pari ti dush me qenë shembulli më i mirë. Kështu që prej zotit Kurti nga pak ngec në këtë aspekt, pa marrë parasysh se është shumë i lexueshëm, shumë eloquent, përdur fjalor gjan, përdur shprehjet mirë edhe njerëz të dojnë për ato. Nuk ka kur gjatë keq. Ju baj për Allah gjyshin flet vonë jo. Nuk mendojmë që nuk e kuptojmë blerim, po kush ka thonë që ka lexuar Albini shumë? Po ndëgjam, spakti njerëzve ju pëlqen. Ai krejtja ka uç krejt citatet i ka tuçta. Në mund veç manipulon, edhe aso i thojnë merret me teori dhe filozofi spekulative. Unë mendoj që deri dikon, do më thonë, ka një fjalor gjan, shprehet mirë, pa marrë parasysh, por me i ofendu njerëz, do më thonë nuk po e harron atë zanatin ato se çka e ka. Nuk po e lidh afërsia me asnjë parti, pa marrë parasysh kur jenë kuvend, krijon edhe miqësi, kolegialitet me ata njerëz cilë punon. E me i qujt nomad, me njerës pastaj e me ju kërku favore, me ja votu kandidatin, me dosh me bo koalicione, atëherë me të vërtet është një hipokrizi e madhe. Mos i quj, mos e thuj, je shembull, je kryeministër që është disa vite, që 5 vite e ki këtë pozicion. Më herët the, a duhen me bo sfilada apo ju, për shembull njerëz që jo, po i kthehem vetëm një fjale, po e marrë Bundeskancelaren Gjermane që ka qenë me vitet tona Merkel. Edhe një herë pyesin toj. Kajtu kona jo? Se në Berlin nuk kona, po në Berlin. Aso kone Berlin, ta bo? Ajo ka dhonë shembull, kur e kam pyet pse vesh 2 herë të njëjtin sen, me një ballo ka thonë unë nuk jam fotomodele as manekene me ndru senet. Kështu që na, nëse ju maj, nëse po s'po i kthehemi te rrobave jo po i kthehemi edhe se s'po i kthehemi se s'është me rëndësi kjo. Ideja është me rëndësi gjua. Është me rëndësi për arsye se në Gjermani nuk idhen shtete tjera mu ofendu deri në palc, edhe masanena me thonë hajde bojna koalicion. Nomadët duke diskutuar, jo rrobat, se rrobat e nuk është puna vishte rrobat, unë po ta marr si shembull kancelaren gjermane, jo vetëm për këtë, po edhe për gjana tjera, se nuk ka, as zoti Merç nuk i ofendon oponentët vet politik, as me fjalën nomad, as me fjalën hajvan, kushtrim. Kthyrja e përgjigjes që i thonë, jo se rriti fëmijë këtu, vjen ti nga mali zi, jo vjen nga ajo, nga kjo, as është pak për te, as është kjo një lloj racizmi ndaj Kurtit? Po, është po, i pari e ke provoku, pse po i provokoj? Me i qujtë më nomad. Po pse me i qujtë të blerim nomad? Qëre, për që ka racizm Kosovë, pranver ka, edhe kjo jo vish pi Kurtit, që ja ka njës dhe Kurtit. Do më dhënë,
Kursi tash, si ai ish kryeministri i Austrisë. Po ja ka nis edhe prej me gjatë docit, se s'o kondiktujt, edhe ndaj kushtrim Sadikut, pse Njashtë e kena mojt në gjatë docin parlament. Ama Keni kalun vite të kushtrim. Ja majtëm në gjatë docin. Lumira Fiqiku që i tërnus. Edhe ndaj Haruma Qekut, që s'është i Prishtinës, s'u e Prishtinës. Ka racizëm edhe mirë bile. Prandaj pyta o kon Angela Merkel e Berlinit edhe ka pos Apo e Hanoverit. Apo Hanoverit edhe ka pos si racizmi latent. Po veç ajo kon kancelare. Nuk muj mu pajtu. Në qofë se ti thu, Vetëm pranvera, da kry pas të edhe në ty. po shembull i mirë për shtetin tënë, atëherë të lutë na bënu, duaje tëndën, pikrisht, këto e kemi dëgju gjithmonë për i zotit kurti, a përshë ti që nuk është qashto. Do s'pedojnë dë vetën, se s'pju do këtë bashevetja, qëtu për janë rasista, jo këj Tërnocit, jo këj i Molizi, jo këj i Prizrenit, kur taman s'pju bjenë, pra merë. Gjedë me do rasizmat më sheft kështu. Pajtashtin kjo nuk është vishtena po në të në botë. Po ta shok kesh të në botë nga me importua. Kështu që, po vjen ti për kesh, po, në qëfë se ti e kryeministër, jep na neve në shambull të Prishtinës, kur gjosi, heq. Jo këm, zoti Kurti është ma shumë i Prishtinës se zoti Gjeku që unë i kryeministës s'ka me bota ashtu. Po dhe për ty kushtot dikush që edhe ty duhet reaguar. Edhe ti s'ban. Unë e mendoj. Ai vete ka hap rrugën me i thonë njerëzit kështu, se nuk ka pas. Zoti Kurti, sot i qujti një shenë Njeri që i ka instalu që të gjuhën këtë vend është Albin Kurti. S'është e vërtet. Është personalisht Albin Kurti, tani me klikën e vetë betej të përhershme na dhe ata me taborit botës sot edhe pokës re. Taboret ja kroi luftës edhe kroi Ibrahim Rrugovës i Poqës. Hajde qomina luftojna me zveti, jo